Keni flok me yndyr, ky produkt kaq i lirë bën mrekulli në flokun tuaj. Ne të gjithë i shtojmë krip ushqimeve në përditshmëri, por vetëm pak njerëz janë të vetëdijshëm se kripa mund të jetë një ndihmë tepër e madhe në trajtimin e çështjeve të ndryshme shëndetësore. Për shembull, nëse shtoni 2 deri në 3 lugë krip në shampon tuaj, ju do të bëni një shampo të shkëlqyer për flokët me yndyr dhe efektet janë pothuajse të menjëhershme. Lëkura e këmbës. Ju duhet të shtoni 2 lugë krip në një gotë vaj ulliri dhe të fërkoni këmbët për ta bërë lëkurën tuaj më të butë si mëndafshi. Kripa si një ilaç për dhimbje koke. Nëse vuani shpesh nga dhimbja e kokës, duhet të shtoni një lugë çaj krip në një gotë ujë dhe ta pini. Ajo do të trajtojë një dhimbje koke në më pak se 15 minuta. Megjithatë, duhet të jeni të kujdesshëm me konsumin e kripës në rast se vuani nga presioni i lartë i gjakut.